Mes përplasjeve të fundit tregtare Kosovë-Shqipëri, ambasadori shqiptar në Kosovë Islam Lauka fajne e tek disa biznesmen dhe zyrtarë të administratës që sipas tij këta individ janë gati të futin në karakatin marrëdhëniet mes dy vendeve. Slogane për gjoja shqetësim për mbrojtjen e interesit të prodhuesit dhe të konsumatorit apo të shëndetit popullit të tjerë janë mask ose ambalazh që po ta grisësh pak brenda do zbulosh thjesht interesat e ngushta të këtyre që ju thashë. Biznesmenëve të veçantë dhe që prapa tyre qëndrojnë zyrtar apo përfaqësues të administratës. Dhe këta individ veçantë janë gati për fatkeq të futin në karantinë marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Ambasadori shqiptar në Kosovë, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës i vlerëson në nivelin më të lartë mes dy qeverive, duke përmendur dhe nivelin tregtar që po shënon rritje nga dita në ditë. Ai thotë se Tirana ka bërë dhe po bën punë për të ndihmuar Kosovën në shtimin e numrit të njohjeve të saj, dhe se ajo nuk ka kursyer asgjë nga kapacitetet e saj në këtë drejtim. Lidhur me kërkesat e ardhura nga shteti turk për rishikimin e teksteve të historisë, ambasadori Lauka thotë se do të ishte pro këtij rishikimi, por vetëm nëse kërkesat të tilla bëhen nga studiues të historisë dhe jo nga politikanë. Rishikimi gjithmonë duhet të ketë në themel faktin dhe të vërtetën. Dhe fakti dhe vërteta duhet të interpretohen nga profesionistë, që në këtë rast duhet të jenë historiantë, studiuesë dhe jo politikantë.